Kur bashki drejtohet nga angazmor mediokur, pushteti lokal menaxhohet me humor, por në rastin e bashkisë së Kolonjës që drejtohet nga ish aktori i programit Portokalli, Erlioni Saj, humori është i zi. Larg projektorëve të kryeqytetit i Saj njohur dhe me nofkën artistike Tuçka, duke se nuk e ka s'pak problem që të drejtojë një bashki e cila duket në funksion vetëm për interesat e bashkëpunëtorëve dhe drejtorëve të tij administrativ. Bold News Pikal ka raportuar më herët se Erlioni Saj shpalli të pastre disa prej drejtorëve të tij, të cilët do të përfitonin strehim nga lehtësirat e bashkisë. Një prej këtyre zyrtarëve të pastre ishte Petrit Kristo, drejtori ndërmarrjes hyjore në Bashkinë e Kolonjës. Ky drejtor ka për detyrë të ruajë, mbrojë dhe shtoj pyet në zonën e Kolonjës, e cila dikur ishte tërësisht e pyetzuar, por që aktualisht po vuan ndjeshëm mungesën e gjelbërimit. Dhe si për ta bërë situatën pyjore sa më të rëndë, duke se po mendon pikërisht babai i drejtorit të pyjores, Artur Kristo. Kristo i vjetër zotëron që për vitin 2003 shoqërinë Kristo 03, e cila ka për objektiv të aktivitetit të saj përpunimin, provimin, shitjen e drurit, përgatitjen e mobiljeve e të tjerë. Dhe qendrën e ka në fshatin Radov të Leskovikut. Disa denoncime të mburitura në Andres të Bold News Pikal tregojnë se kompania Kristo 03 po rafshon sipërfaqe të mëdha pyjore, të cilat janë pjesë e territorit të Bashkisë Kolonjë. Të dhënat tregojnë se Kristo 03 aktualisht është duke prerë dhe shkatëruar sipërfaqe të mëdha pyjore në zonën e Podës. Kjo kompani, megjithse është krijuar 20 vite më parë, një pjesë e mirë e këtij harku kohore ka pasur aktivitetin e pezulluar. Pezullimi i fundit në radhë i shoqërisë në datën 27 mars 2019, por në shtator 2020, shoqëria rikthehet aktive, ndoshta për koincidencë, por rikthimi tashmë pa ndalim i aktivitetit të Kristo 03 ndodhi vetëm pak muaj pasi Erlioni Saj merr mandatin e parë si kryebashkiak i Kolonjës pas zgjedhjeve lokale të vitit 2019.